Policia e Los Angelesit vendosi shtetërrethimin në qendër të qytetit të martën në mbrëmje duke kryer arrestime menjëherë pas hyrjes së tij në fuqi, mes protestave kundër politikave të presidentit Donald Trump për dëbimin masiv të imigrantëve. Antarët e gardës kombëtare qëndruan pas mburojave plastike, por nuk u duk se u përfshin arrestimin e protestuesve, raportoi Associated Press. Disa orë më vonë shumë nga protestuesit u shpërndan, ndonse përplasjes sporadike vazhduan, por ishin shumë më të vogla se netët e mëparshme. Zyrtarët thanë se shtetërrethimi ishte e nevojshëm për të ndaluar vandalizmin dhe plaçkitjen nga protestuesët që synonin të shkaktonin trazira. Guvernatori demokrat i Kalifornisë, Gavin Newsom, më herët akuzoi presidentin Trump se ka vendosur rrjet ushtarar mbi qytetin e dytë më të madh të vendit, përmes përdorimit të trupave të gardës kombëtare. Trump gjithashtu ka dislokuar marinsa, megjithëse asnjë marins nuk u pa në rrugë të martën. Trumpi ka aktivizuar mbi 4.000 trupa të gardës kombëtare dhe 700 marinsa, pavarësisht kundërshtimeve nga drejtuesit e Los Angelesit dhe Kalifornisë. Fillimisht ata u dislokuan për të mbrojtur ndërtesat federale. Protestat janë përhapur tani edhe në qytete të tjera të Amerikës, përfshirë Dallasin dhe Austinin në Teksas. Chicago dhe New Yorkun, ku mijëra njerëz u mblodhën dhe policia kreu arrestime të shumta. Kryebashkiaja e Los Angelesit ka rembas shpalli gjendjen e emergjencës lokale në ditën e 5 të protestave dhe tha se shtetërrethimi do të nisë nga ora 20 e së martës deri në orën 6 të mëngjesit të së mërkurës.